Vizitat në sitet kulturore të Shqipërisë bëhen më të lehta se kurrë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha njoftoi sot nisjen e shërbimit të ri elektronik që mundëson blerjen online të biletave për muzet, kalat dhe parqet arkeologjike përmes platformës e-Albania. Nga sot, qytetarët dhe turistët mund të blejnë biletat e tyre pa rrallë, thjesht përmes telefonit ose kompjuterit, duke përfituar një eksperiencë më të shpejtë dhe moderne për vizitat kulturore në vend, tha Ministri Gonxha. Ky fundit sqaroi më tej hapat që do të ndiqen për blerjen e biletës. Zgjidhni biletaria online për sitet kulturore në e-Albania, caktoni sitin që dëshironi të vizitoni, përzgjidhni llojin e biletës, kryeni pagesën online, sqaroi Gonxha. Ministri theksoi se bileta vjen menjëherë në email dhe është e vlefshme për 1 muaj. Nëpërmjet këtij shërbimi mund të vizitohen Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi në Shkodër, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu në Krujë, Muzeu Kombëtar Etnografik Krujë, Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri Berat, Kalaja e Shkodrës, Kalaja e Gjirokastrës, Parku Kombëtar Arkeologjik Apolloni në Fier.